Vazhdojmë, qëndrojmë në Siçev, sepse në fakt tradit që është një gjë shumë e bukur që e kemi si tip parë ne shqiptarët është që mikpritja nuk të lejon me nejt vetëm një orë dhe me shku, por e tillë është edhe në Siçev tek këta njerëz. Në fakt, kur intervistoj njerëz të ndryshëm, pas bisedës me zotin Muhabet, një burr, edhe pse në të dhjetat e tij njeri i mrekullueshëm, po vazhdoi me nejt pak ende tek familja e tij, sepse dua ta bëj një gërshëtim gjeneratash. Tham më herët edhe dëgjova që Siçeva ka nxjerrë në vete sigurisht edhe njerëz të dijes, edhe të pushkës, po që tashmë njerëzit e Siçevës përmenden në profesione të ndryshme, në lëmi të ndryshme. Me njërin prej tyre jam sot, i cili njëkohësisht është i biri i Bacit Muhamet, me profesion jurist, po që sot jemi në oborrin e tij, zotin Sherif Raci. Mirë se keni ardhur, faleminderit për emisionin. Knaçi se kumlla molla dhe yra sështë e zella Tani të bafshim mirë. këtë vend. Mirë që kena gjetur një herë knaçi me nejt me njerëz të mirë që i ka Siçeva, nuk po dyshoj që janë edhe të tjerët, sepse po vazhdojmë me qëndruar ende në oborrin e juve. Siçeva për juve, zoti Sherif, me pak fjalë ndoshta. Do të mundohem pak në historik të shkurt rreth fshatit tem, edhe do të mundohem të qenë pak edhe modest. Unë s'lam mu tregu modest. Nëse e keni diçka, unë s'muj më t'lam mu një modest. Faleminderit. Fshati unë kryesisht është njoft për njerëz që kanë dhënë kontribut në lirin të cilën na e gëzojmë sot. Duke fillu qysh në periudhat të hershme, kësaj siç e përmendi edhe baba, kanë kalu patriot të ndryshëm. Po e fillojmë prej Azembejtës, kemi pas Beslim Bajgurën, e kemi pas Dervish Kopriven, Marie Shllakun, se unë jam i lindën me 19 parit 1985, kam pas fatin me mri edhe gjyshin edhe gjyshin. Gjyshja ime ka jetu deri në moshën 99 vjeçare, deri në periudhën e Covidit. Kështu që i kam do histori, si thojt, populli pa hile, pa interes, po ashtu drejt për drejta siç ka qenë. Edhe ajo më ka tregu që kanë strehu pikërisht edhe në familjen tonë ka qëndru Uk Sadiki, po njëkohësisht edhe Marie Shllaku, edhe kapetan Sata, i cili ka qenë me përjardhje nga Malësia e Shkodrës dhe një general i shquar i kohës, pastaj ai pasi veç u shpërban atëherë partia e ballit kombëtar apo Fronti Nacional Çlirimtarës, ai kaloi në Bruksel, ku mandej na u shkputën edhe kontaktet me ta, po gjysha e tregon në një histori që është edhe krenare, po njëtën ku na ban që edhe na me kon pak ma përgjith se nuk e kemi fitu bashkë, si thojmë kollaj që të liri edhe që ditë. Gjyshja thot që kur ka qëndru kapetan Sata këtu, edhe e kanë rrethu thet partizantë. Kur e kanë rrethu thet gjyshi na ka urdhru thet që të marrim tepsia edhe me vendos vaj, apo atëherë të lymi kanë thonë, edhe atë pjesën e zingume ose të zhigut, thot i kemi thonë heki rrobat lart, edhe e kemi ba që të mos duket sikur na shqiptarët, po një nacionaliteti tjetër, në mënyrë që atëherë janë njoft ma shumë si shërptor ajo pjesë e nacionalitetit, edhe ja kanë shu delet. A thot partizan, thot me këmbgulje thonin që këtu kemi informata nga informatorët tonë që qëndron pikërisht në shtëpinë e juaj. Edhe thot kaloja për ju, ndërsa stërgjyshim Tajir Hajdari ka shku e ka ble një veshje të shehlerve, prizve fetar të sektit Bektashin, e ka masku edhe ka rritë që ta përcjell deri në Gjakovë, prej ato kalon na për familje ndryshme edhe kalon në Shqipëri, prej ato atëherë kalon në eksil në Bruksel. Ti the që, më falë për ndërprerjen, the që dua të qëndrojmë modest, po, këta njerëz që ju i mbajtët, që ju hapët derën, a ishin veprimtaria e tyre që ju të bëheshit me një farforme të piketoshin nga pushteti atëhershëm, si familje e kanë fjallën? Apo për çfarë? Pikërisht jemi bazën e asaj që ndoshta prindi para meje nuk e përmendi, është edhe lufta e Qelisë, ku na e kemi pas atje një vend banim ku kanë qëndru me baktin, po kryesisht është kanë edhe një kull, se çka e një katë quhen odha, ndërsa ato ka qenë dy katë që për shkak se e kanë llogaritë që edhe truhet baktia ma mirë,
edhe për shkak që kanë ditë që një ditë do të përballen me ato forca. Sepse ato kanë qëndru Shaban Sadiku, Uk Sadiku, që në familje që i ka dhënë, besoj që një mbar opinioni shqiptar, kontributin e asaj familje. Edhe në atë luftë është vra agja i babës, Mus Tahir Raci, i cili sot e ka edhe vorrin këtu, edhe nuk ka lënë fatkeqësisht ndonjë trashëgimtar, po emrin e tij e ka trashëgu djali i Axhës babës, Musa, i cili ishte edhe pjesëmarrës në luftën e fundit. I tham hajde, i ka thënë baba se ta ka lënë amanet emrin, tash qit edhe pushkën krah, se ai e ka qit pushkën për atë dhej. Edhe me bazën e kësaj, do të thotë ne pushteti atëhershëm, përveç se na i kalli shtëpiat, na i morën 28 hektar tokë, na la pa bukën e gojës, atëherë edhe na denigroi apo na vendosi nën masën e shpallës familje terroriste, që do të thotë na nuk kishim drejt me marrë pjesë në ceremoni as martësore, as mortore, as në njëjtën kohë të vinte dikush tek ne. Kjo është fakt i pakontestueshëm, këto e din mbar opinioni këtu. Edhe do të thotë mi bazën, mi ashtu këton, edhe një fakt është që na me familjen Jashari nga Çareva, pikërisht që kur ne na morën tokën, edhe atëherë ka qenë mullini i Tafil Jasharit. Edhe kur shkojshin tonë me martët, kur vinë familja të Rajdarit, thot këtë familje nuk du më mi kthy pa bukën e gojës. Pavarësisht kur çdo që është duke prit në rend, të partë janë këta. Edhe prej asaj periudhe deri me tani na kemi miqësi me atë familje, shkojmë enëm familjarisht, edhe na nderojnë shumë edhe i nderojnë. Sepse në atë kohë na u kanë gjinë shumë edhe nuk e harrojmë atë bujari edhe atë përkraje që na kanë dhënë si familje. Zotë Sherif, për me undal pak mbi gjitha këto sfida që i ka pas edhe ju si familje edhe i mbar populli shqiptar, ndoshta që mos me e privatizu këtë çështjen e kontributeve, po e përmenda në fillim që ky vend, Siçeva, ka nxjerrë në pa shumë njerëz, shumë intelektual, ndërta edhe jo, si është sot fshati ju, ndërlidhjet mes veti, ndoshta eni mes veti, që është ata fjala popullore, ose që qëndrën? Jo, unë po e filloj me intelektualt më të hershëm edhe më të majtë se sa unë. A ka dhe më herë, domethënë? Po, qysh në para luftës, na si fshat, edhe kjo e dëshmon fuqishëm që sa kemi pas etje për dije edhe për arsimim. Sepse në vitin 1991 përorohet dhe ngritet shkolla e jonë këtu fillore, e cila me kontributin e bashkëfshatarëve ka rritë të ngritet. Përveç asaj i kanë bërë ballë edhe presionit brutal të pushtetit të atëhershëm të Serbisë që të mos hapat kjo shkollë. Po përkundër kësaj arriti dhe nxjerri shumë intelektual. Kjo Siçeva do të thotë, po e përmendim që ka pas dikun 48 intelektual me diploma universitare para luftës, po e ndërlidhim me këtë periudhë. Po. Sepse kur thon para luftës, gjithmonë e kam atë pikën sepse ka qenë tepër e vështirë në atë kohë të shkollohej. Përveç kushteve dobta ekonomike të e bërë, bazë që kishëm presion, siç e tregojnë më gjeneratat të mëhershme edhe prej pushtetit që të mos shkolloheshin, të mos kapnin dije, po të bëheshim kështu. Edhe në ndërta e kemi pas edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike, i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm zotin Ismet Raci, pastaj kemi pas edhe gazetarin e luftës, Tahir Deskun, cilin besoj që kanë dëgju edhe e njohin gjithë. Shumë intelektual tjerë, profesor, akademik, gjithë ata mos t'i përmeni me emra, se nështë dikuj edhe jes barë që kërkoj falje, po këtu kemi pas edhe profesorin e mbrojtjes, zotin i Bishraci, cili ka qenë dhe komandant në ushtrinë çlirimtare dhe ka udhëheq mjaft mirë në mbrojtjen e vendit, njëkohësisht edhe në çlirimin e qytetit Krinës, ku është edhe i plagosur. Do të thotë për ata, po them që jemi fshat që kemi dhënë edhe patriot, edhe intelektual, po edhe fshati mikpritjes i bujarisë, për shkak se në atë periudhë Ujmiri ka qenë i zhvilluar dhe komplet kjo pjesë a rajoni Drenicës, pazarin që banin atëherë, kanë udhëtuar kryesisht me mjete siç dihet me kuaje, me çejret ndryshme, edhe kanë gjetë konak. Edhe ndin ndërto gjyshi thotë, nuk u kanë thët adet, po kur ka trokit miku mi thonë a erdha qysh, po mirë se t'ka prun Zoti, pavarësisht a kish ven as kish.
Thot e ndajshim nështë thot një dyshek për gjysmë, edhe thot ka ndodhë që i kemi hek thot lopë tona kuajt, e është dasht me shti të musafire me strehu me jonajt gati. Edhe këtu thamë që çfarë bujarie, çfarë mikpritje ka qenë atëherë. Edhe nina krenar, po të njëjtën ku është mirë që edhe na si vlera mi bartë sot, se dikush menon që në qoftë se ti e mbarë traditën, po ta cenon pak këtë modernën, po në menoj që pa tradit nuk do të ishëm ky popull që jemi vlerë. Absolutisht. Absolutisht se unë e di edhe kështu ja bona edhe prindit tënë, po me full nështë ta kemi shumë me full, po këto që po i përmend, a janë realisht edhe sot, a ekzistojnë në Siçevë? Me të vërtetë, se unë e di që dinamikat e jetës kanë ndru në përse cilin vend, po a vazhdojnë njëjtë, a shkoni bashk në gëzime, në hidhrime, në gjithë shka tjetër? Tashtë do të mundohem me konë realist pak, me paraqitë situatën. Tashtë edhe dinamika jetës, edhe jeta moderne, që ka depërtu jashtëzakonisht shumë edhe shpejt. Po edhe si shoqni jemi konë pak përgatitur me kalu me hapa kasmaj. Tradita respektohet edhe enëm po jo sikurse në periudhat e mahershme. Tash janë momentet caktume në i dasëm, në i martë, këtu janë ku ato mas shumë ti e vërjet pjesëmarrja. Kështu nuk është senëm sikur për para se tash edhe ku edhe angazhimet po e bojnë vetën, nuk qëndron që shka qenë, i shkon mirë pak, ma shumë, mos marë si tu, gjithmonë veç të dinamika jetës, sepse do të thotë afërsia, menoj që na ban mirë gjithë se cilit, e vasinërisht edhe breza pasar se e bartim këtë tradit tek pasarësit tonë. Jo vetëm të fokusohem të tarnat, tek jeta moderne, po pak edhe tradita, mos ju vesim bërë se më të vërtet, unë prapë po thamë, jam fëmijë që jam rrit me gjyshin edhe kanë herë mungon ajo tradit, apo ajo kohë me pashme jetesës. Nuk thamë që tanë nuk është mirë, po mungon edhe ajo pjesë ka njëherë. Absolutisht. Ka s'kisha saj për këtë kësaj, s'ti sa mujta mi përmbledh. Jo, absolutisht shumë mirë, po du më të falenderu, e thash edhe një herë po eri theksej që ndoshta kemi shumë e folja, për vetë faktin që po i din këto gjëra, se ndoshta dikush ka shqiptohet mundën me thotë ku po i din këto sene. Na spjegoj që është rritur në përkulla, e në përroda, për që fol gjyshe se e kësoj familje veprimtare, i din edhe ti këto sene. Do të Sherif mos met më bësh diçka për fund, po du më të falenderu përzemërsisht, që ndove një pak sa i përket juve. Të falenderit juve që na vizitut edhe na dhat mundësi sa do pak me shprej këto edhe mu mundu pak ato traditat, ato vlerat e shqiptare me qitë. Une nësë më lejo do me përmen një rast ku kemi pas një bised shumë mitësore me do biston Amerikan edhe po më thot çka është fjala që gjithmonë e përmeni jem krenar që jem shqiptar, thash. Po, thash, e përmenim. Jo thash njëni që është si shtet demokratik, me fuqit madhe ekonomiku ushtarake, po na thash njëhem për njerëz mirë, puro men, pi thëmë, sepse në historinë tonë nuk i kemi dhonë botë askur kriminal. I kemi dhonë humanitet, i kemi dhonë krenari, edhe i kemi dhonë patriotizm, i kemi dy figurat mëdhaja, thash si që kemi Skënderbeu dhe Nën Terezës, asnjëherë nuk i kemi dhonë botës diçka çka s'duhet, po i kemi dhonë vlera, edhe mendoj thash që jemi në mesin aty në popujve që më të vërtet do të me qenë krenar për paraardhësit tanë. Absolutisht, urej që këtu fjallë tua me shku edhe në përkohën e moderne, që pak na ka kaplu një farhije që nuk është fort e lavdushme, po të falemderit shumë edhe leta din edhe Amerika ku shemi ne. Edhe juve, po edhe për fund dashta me shtu diçka, unë tash Patjetër. s'po i thamë që i përkas moshës trinis, se tash jam në vitet e 40, po unë të e po në për institucione edhe në disa raste, se jam edhe antar organizatës Rotary International Club Klina, edhe hala besoj në forcën e rinisë. Sepse gjenetika, mendoj që gjenetika e shqiptarit, kur nuk të lenë kudo që i pa bon diçka për venin. Se këto e kam vrejt kudo që shkon, thu qërë sa mirë këto, për gjithë shkon menja, atë të bajnë edhe për Kosovën, ja. Edhe këto e vrej edhe prej vllaznive, edhe prej bashkëfshatarëve që çdo gjë që e shohin atje të mirë munohen, edhe që besa po investojnë fshat bukur mirë. E këtu menoj që hala po besoj
që forca e rinisë një ditë ka me çu venin ato ku duhet edhe ku e kanë pas synim edhe dëshmorët e këtij kombi. Faleminderit shumë për këtë fjalë edhe motivuese edhe inspiruese edhe gjithçka tjetër. Faleminderit juve. Sherif Roci nga Siçeva, ndërkohë këto janë edhe disa pamje tjera nga ky fshat fantastik.